Këto janë 3 shenjat që ju tregojnë se keni pasur një goditje në tru. Mos i neglizhoni. Goditja në tru mund të shkaktohet nga ndërprerja e qarkullimit të gjakut në tru. Për fatin tuaj të keq, kjo është një arsye nga më të mëdhaja të humbjes së jetës, sidomos tek moshat e rritura. Kur ndodh goditja, qelizat e trurit, sidomos në zonat të caktuara, fillojnë të humbasin pasi mbeten pa oksigjen dhe lëndë ushqyese, të cilat janë shumë të nevojshme për të bërë edhe funksione të ndryshme ditore. Më të rrezikuar që të pësojnë një goditje në tru janë njerëzit të cilët kanë edhe probleme me shëndetin e zemrës dhe qarkullimin e dobët të gjakut. Për këta të sëmur, mjekët rekomandojnë që të evitohen sa më shumë këto raste. Ekspozimi i tepërt ndaj rrezeve të forta të diellit, sidomos në orët e pikut të tij. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Të qëndroni temperatura të larta mund të bëhet shkak për rritjen e presionit të gjakut, i cili mund të shkaktojë një rritje të goditjes në tru. Faktorët kryesorë që ndikojnë në avancimin e kësaj sëmundje të dëmshme, sidomos tek gratë janë pilulat kontraceptive, pirja e duhanit dhe në rastin më të madh edhe mbipesha dhe migrena. Në këto 4 faktorë do të bashkohen së bashku gjithashtu edhe risku për insuficiencë cerebrale që do të ishte 2 fish më i riskuar për jetën, aq shumë sa mund t'ju kushtojë jetën nga momenti në moment. Por shenjat kryesore të cilat paralajmërojnë për një goditje në tru sipas Healthline janë: vështirësia për të folur. Ai flet në mënyrë të pakuptueshme, belbezon ose nuk i shqipton dot asnjë fjalë, ose nuk i kupton fjalët e të tjerëve. Nuk lëviz dot një gjymtyr ose të dy, si për shembull një dorë ose një pjesë të krahut. Nuk lëviz dot gjithashtu edhe këmbët. Tërheqja e muskujve të fytyrës, pra një rënje e beftë e muskujve të fytyrës, mund të jetë një sinjalizues i parë që ju mund të keni pësuar një goditje në tru. Gjithashtu, urinoni ose defektoni në mënyrë të çrregullt dhe të pavullnetshme. Të dridhurat të pjesëve ose të gjithë trupit mund të jenë për shenjën e problemeve të goditjeve në tru. Të vjellat pa arsye. Nëse ju vëreni në trupin tuaj një ose më shumë nga këto simptoma, mos prisni më shumë, por veproni. Drejtohuni menjëherë tek mjeku juaj i familjes. Në këto situata, nëse i sëmuri ka të vjella, është më mirë që të kthehet koka në anën e majtë me qëllim që të mos bllokohen kështu rrugët respiratore, të cilat mund t'ju kushtojnë edhe frymëmarrjen edhe t'ju vështirësojnë më shumë gjithashtu edhe shëndetin tuaj të përgjithshëm. Goditja në tru është një problem i cili nuk duhet të neglizhohet, por duhet të adresohet menjëherë tek mjeku juaj. Çdo minutë që kalon dhe çdo neglizhencë që bëni, në fund mund t'ju kushtojë shtrenjtë për shëndetin tuaj. Fjalë të shumta thuhen rreth e përqark për suplemente dhe ushqime të cilat duhet t'i shtoni në dietën tuaj, të cilat do ju ndihmojnë dukshëm në përmirësimin e shëndetit të kujtesës, por edhe në shëndetin më të mirë të funksioneve të trurit. Ekspertët kanë renditur një listë me ushqime të cilat mund t'ju ndihmojnë në përmirësimin e shëndetit tuaj të kujtesës. Kafeja mund t'ju rrisë vigjilencën, por kjo nuk do të thotë ta teproni atë, pasi trupi do të mësohet me këtë pije. Ekspertët thonë se një filxhan kafe çdo ditë mund të rrisë vigjilencën në shëndetin e trurit tuaj, por disa substanca si kafeina mund t'ju ndihmojnë t'i japin më shumë energji dhe t'ju ndihmojnë gjithashtu të përqendroheni më shumë në këto situata. E gjetur te kafeja, çokolata, gjithashtu dhe pije të tjera energjike. Kafeina është një nga elementët të cilët mund të rrisë edhe aktivitetin e trurit tuaj dhe t'ju bëjë më vigjilent, sidomos edhe në situata të caktuara kur keni nevojë të jeni më shumë në vëmendje të detajeve që ka nevojë. Sheqeri gjithashtu mund të rrisë edhe përqendrimin tuaj. Sheqeri është një burim i preferuar i ushqimeve të trurit. Nuk është fjala për sheqerin e tryezës, por për glukozën, të cilin trupi juaj e përdor dhe e përpunon. Kjo është një arsye pse një gotë me lëng të freskët të frutave mund të jetë një ndihmë shumë e mirë për shëndetin e trurit tuaj, për sa kohë nuk përmban sheqerna të tjera të shtuara, mund të jetë një element shumë i mirë për trurin.
Ngrënia e mëngjesit çdo ditë do ju ndihmojë që truri juaj të punojë më mirë dhe më shpejt. Studimet kanë zbuluar se ngrënia e mëngjesit mund të përmirësojë kujtesën dhe vëmendjen tuaj dhe gjithashtu atafat shkurtër. Sipas ekspertëve, u vure se studentët që hanin mëngjes prire të performojnë më mirë se ata persona që nuk konsumojnë në mëngjes në përditshmërinë e tyre. Ushqimet më të mira që mund të përfshini në mëngjes për një shëndet më të mirë të kujtesës janë drithrat me fibra të larta, bulmeti dhe frutat, vetëm se nuk duhet të teprohen në sasi. Studimet sugjerojnë gjithashtu se mëngjeset me kalori të larta duket se pengojnë përqendrimin. Prandaj përpiquni të përzgjidhni ushqimet e duhura për t'i konsumuar në mëngjes, për të vënë trurin tuaj në punë dhe për të evituar gjithashtu ndikime negative që mund të ketë edhe rënja e kujtesës. Peshku është një nga ushqimet më të mira dhe më të preferuara të trurit. Kjo pasi peshqit janë të pasura me acidet yndyrore omega-3 të cilat janë shumë të rëndësishme edhe për shëndetin e trurit. Këto yndyrna të shëndetshme kanë fuqinë të mahnisin dhe të ulin gjithashtu riskun e problemeve të demencës dhe goditjeve të ndryshme në trup. Plus ato mund të luajnë një rol jetik në përmirësimin e kujtesës, veçanërisht kur ju filloni të plakeni, kur kujtesa bëhet gjithmonë edhe më e rëndësishme, pasi rënja e saj fillon edhe të përkeçohet gjithmonë më shumë. Konsumoni çdo ditë një dozë të vogël të arrave, gjithashtu edhe çokoladës me përmbajtje kakao. Arrat dhe farat janë burime shumë të mira të vitaminave E, të cilat janë lidhur me disa studime me frenimin gjithashtu të rënjes së aftësive të njohjes me kalimin e moshës. Çokolada e zezë gjithashtu ka veti të fuqishme antioksiduese që përmirëson aftësinë stimuluese natyrale të shëndetit tuaj të trurit, dhe kafeina gjithashtu do të rrisë fokusin e trurit. Shijojeni deri në 1 gram në ditë duke kombinuar arrat me çokoladën e zezë me përmbajtje 80% kakao. Kështu ndikimi në shëndetin e trurit do të jetë i menjëhershëm dhe gjithashtu do të përmirësoni aftësinë tuaj të kujtesës. Shtoni aftësinë e avokados dhe drithrave të plota për një shëndet më të mirë të trurit. Çdo organ në trup varet nga qarkullimi i gjakut, veçanërisht zemra dhe truri. Një regjim i pasur me drithra dhe fruta të tilla si avokado mund të zvogëlojë riskun e disa sëmundjeve të zemrës dhe të ulë gjithashtu riskun e problemeve siç është kolesteroli i keq në organizëm, i cili është një nga shkaqet kryesore pse shumë persona fillojnë të kenë probleme me shëndetin e zemrës, gjithashtu edhe me kujtesën. Kjo e zvogëlon gjithashtu edhe riskun e krijimit të pllakave në tru dhe dobësimit të qarkullimit të gjakut. Nëse jeni një person i predispozuar të vuani nga rënja e kujtesës, sidomos edhe për shkak të trashëgimisë gjenetike që mund të keni, tregoni të kujdesshëm, vendoseni trurin vazhdimisht në punë dhe gjithashtu ushqeuni shëndetshëm për të marrë një mbrojtje më të mirë të tij, sidomos edhe me kalimin e viteve. Boronicat janë një ushqyes shumë i rëndësishëm për shëndetin tuaj të trurit. Ulluntimet tregojnë se boronicat mund të mbrojnë edhe trurin nga goditje të ndryshme, sidomos nga dëmet e shkaktuara nga radikalet e lira, të cilat mund të zvogëlojnë gjithashtu edhe efektet e padëshiruara të cilat lidhen vazhdimisht me moshën, siç është për shembull sëmundja e Alzheimerit ose edhe demenca, të cilat janë faktorë kryesorë që lidhen edhe me shëndetin e moshës. Studimet tregojnë gjithashtu se një regjim i pasur me boronica në dietën tuaj ditore mund të luajë një rol pozitiv në shëndetin e trurit, të lehtësojë komplikacionet dhe të sjellë gjithashtu një përmirësim të funksioneve të tij. Për sa kohë dieta juaj është rregull dhe balancuar, do të keni një mbrojtje më të mirë për shëndetin e trurit. Gjithashtu, përfitimet e një regjimi të kujdesshëm shëndetësor janë një zgjedhje shumë e mirë kundër komplikacioneve të rënjes së njohjes dhe goditjeve në tru. Ekspertët tregojnë se mund të duket e rëndomt, por një regjim të cilët i mungojnë lëndët ushqyese thelbësore do të ndikojë drejt për së drejti në faktorët e kujtesës dhe rënjen e aftësive njohëse. Prandaj përpiquni flisni me mjekun tuaj dhe përzgjidhni dietën e përshtatshme për rastin tuaj specifik. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video
ka në për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.